Ju njohim me përmbledhjen javore të lajmeve. Kjo është Radio 7. Shqipëria hapi këtë të hënë grup kapitullin tregu i brendshëm, i treti në total që nga hapja e negociatave të antarësimit në Bashkimin Evropian. Në konferencën e 4 qeveritare të zhvilluar në Bruksel, ishte i pranishëm vetë kryeministri Edi Rama, i cili në fund të takimit pati një konferencë të përbashkët për mediat me komisionerin për zgjerimin Marta Kos dhe ministrin e punëve të jashtme të Polonisë Radoslaw Sikorski. Kryeministri Rama tha se Shqipëria do të vazhdojë të angazhohet me përkushtim për përmbylljen e negociatave me Bashkimin Evropian deri në vitin 2027, duke punuar për mbylljen e kapitujve me njëri të punë shumë të lartë. Po presim me padurim që të sigurohemi së bashku që brenda 2027-s të gjithë grup kapitujt jo vetëm të jenë çelur, por edhe të jenë mbyllur. Është vërtet super ambicioze, por jemi këtu sot për të rikonfirmuar vullnetin ton të fortë, vendosmërinë tonë dhe pasionin tonë të plot për të arritur këtë objektiv. Jam i sigurt që të dy miqtë mi të dashur në të majtën time dhe shumë prej jush këtu e kanë dëgjuar këtë më parë, por ja vlen ta përsëris. Për Shqipërinë, antarësimi në BE është shumë më tepër se sa një ambicie politike apo ekonomike. Komisionerja për zgjerimin Marta Kos u zotua se nëse Tirana vazhdon të punojë me këtë intensitet të treguar deri më tani në zbatimin e reformave, ajo do të bëhet një avokate e Shqipërisë në familjen e madhe europiane me qëllim antarësimin e saj. Ne po punojmë me një ritëm shumë ambicioz dhe nëse Shqipëria realizon zbatimin e reformave të nevojshme, unë do të jem avokati juaj më i mirë në Bruksel dhe në të gjitha shtetet anëtare, kështu që mesazhi im për qytetarët shqiptar është i qartë. E ardhmja e Shqipërisë është pa dyshim në BE. Nuk ka dyshim për këtë, tha Marta Kos. Ministri i punëve të jashtme i Polonisë, Radoslaw Sikorski, në konferencën e përbashkët për shtyp me kryeministrin Edi Rama, tha se grup kapitulli i hapur është jetik për integrimin ekonomik të Shqipërisë në Bashkimin Evropian dhe përgëzoi vendin për përkushtimin e saj në rrugën drejt familjes europiane. Kapitujt që hapëm sot janë jetik për integrimin ekonomik të Shqipërisë. Reformat e nevojshme do të çojnë në përputhshmëri ekonomike me Bashkimin Evropian. Ne do të rrisim mundësi tregtare dhe po kështu do të bëjnë Shqipërinë më të rejse për investime. Bashkimi Evropian është ardhmë e mirë, e sigurt dhe e begat, tha mes të tjerash ministri i punëve të jashtme i Polonisë Radoslaw Sikorski. Ndaj hapjes së grup kapitullit të Shqipërisë reagoi dhe përfaqësuesi i lartë të Bashkimit Evropian për politikë të jashtme dhe siguri Kaja Kallas. Kryediplomati e BE-s në një postim në rrjetin social shkruan se Bashkimi Evropian me Ballkanin Perëndimor nuk ndajmë vetëm gjeografinë, por dhe përgjegjësinë. Ne ndajmë më shumë se gjeografinë me Ballkanin Perëndimor, ne ndajmë përgjegjësi. Siguria dhe stabiliteti na lidh pranë njëri tjetrit, shkruan mes të tjerash Kaja Kallas. Presidenti i Republikës së Shqipërisë Bajram Begaj dhe ministri i jashtëm Migli Hasani përshëndetën hapjen e grup kapitullit të dytë të negociatave për antarësim në Bashkimin Evropian. Të vazhdojmë përpara me shumë përkushtim, bashkëpunim, përgjegjësi dhe me shumë punë për të ecur të palëkundur drejt antarësimit, shkruan presidenti i Republikës në rrjetin e tij social. Hapja e grup kapitullit të dytë me 9 kapituj tregoi përbashkëm është sinjal i qartë se sa shpejt dhe me sa seriozitet Shqipëria po përkushtohet në rrugën drejt Bashkimit Evropian. 3 grup kapituj, të hapur dhe duke ecur me ritëm të shpejtë. E dim që është kohë e çmuar dhe nuk po humbim as një sekondë në rrugën drejt antarësimit në BE. Nuk jemi thjesht në rrugën e dur, po shpejtojmë, shkruan ministri i jashtëm i Shqipërisë Migli Hasani. Kryetaria e Kuvendit të Shqipërisë Elisa Spiropali përmes një mesazhi në rrjetet sociale shprehet se ky është një hap frymëzues për Shqipërinë 2030 në BE. Çelja e negociatave për grup kapitullin tregoi përbashkët është një tjetër hap frymëzues për Shqipërinë 2030. Përgëzoi pjesëtarët e ekipit negociator, institucionet dhe gjithë kontribuesit në këtë sukses të ri. Ylli i Shqipërisë po bashkohet me yjet e Europës edhe prej përkushtimit të tyre. Do të vijojnë të kenë mbështetjen e pakursyer të kuvendit, që jo thjesht të shpejtojmë, por të vrapojmë drejt bashkimit me familjen tonë europiane, u shpreh kryetaria e Kuvendit të Shqipërisë Elisa Spiropali. Aktualitet. Kryeji i strukturës së posaçme kundër korrupsionit dhe krimit të organizuar deklaroi se 33 zyrtarë të lartë janë në hetim dhe 19 prej tyre janë dërguar në gjykatë. Para raportimit në Këshillin e Lartë të Prokurorisë Eltin Dumani tha se gjatë vitit 2024 për 10 funksionar publik ka pasur dënime të formës së prerë. Sipas tij, hetimet kanë provuar se korrupsioni zhvillohet në mënyra të sofistikuara, ndërsa kallëzimet e nisura nga qytetarët janë tregues i rritjes së besimit ndaj SPAK. Shqetësim sipas tij vjet re në uljen e numrit të kallëzimeve nga policia e shtetit.
gjatë vitit 2024, siç shihet edhe në raport, janë në hetim 33 ish zyrtarë të lartë, ku 2 prej tyre janë të regjistruar në 2 procedime të ndryshme secili. Nga këto 33, 19 zyrtarë janë dërguar për gjykim në gjykatë, duke përfaqësuar 52.9% të rasteve. Në vitin 2024 janë 10 funksionarë të lartë publik për të cilët ka pasur vendime të formës së prerë. Nga ana tjetër, numri i personave të dërguar në gjykatë përbën rreth 35.2% të totalit të individëve nën hetim. Problematike shihet dhe mungesa e një statusi të qartë ligjor të prokurorëve të SPAK pas mbarimit të mandatit. Problematik tjetër është vijimi i mungesës së përcaktimit të qartë ligjor në lidhje me statusin e prokurorëve të posaçëm pas përfundimit të mandatit të tyre. Mungesa e këshilltarëve ligjor pranë prokurorisë së posaçme përbën sërish një problem i cili është trajtuar edhe më parë. Vijon ende të ngjelet problematike numri i ulët i referime nga institucionet publike në lidhje me vepra penale në kuadër të korrupsionit dhe krimit të organizuar. Përfundimi i ngritjes së sistemit të administrimit të çështjeve vazhdon të ngjelet prioritet për punën e SPAK. Ndër vështirësitë me të cilat përballet SPAK sipas tij është presioni ndaj prokurorëve dhe mos ekstradimi i shqiptarëve nga Emiratet e Bashkuara Arabe. Vazhdon dhe mbetet problematike çështja e mos ekstradimit të shtetat shqiptar të legalizuar apo arrestuar në Emiratet e Bashkuara Arabe, siç është argumentuar në raportet e mëparshme vjetore të SPAK dhe sidomos atë për vitin 2023, dhe marrë në konsiderat këtu që është të shtuar numri i shqiptarëve të cilët kërkohet të ekstradohen nga Emiratet e Bashkuara Arabe. Kreu strukturës posaçme kundër korrupsionit dhe krimit të organizuar, Altin Dumani deklaroi se ka filluar intensifikimi i bashkëpunimit me prokuroritë e rajonit me qëllim goditjen e kriminalitetit, ndërsa ka shtuar se në fokus të SPAK ka qenë përmbushja e rekomandimeve të Kuvendit të Shqipërisë dhe Këshillit të Ministrave. Ambasada britanike në Shqipëri mbështet SPAK përmes një komunikate thuhet se ambasada do të përkrahë zyrën e prokurorisë së posaçme SPAK lidhur me përparimin e saj në reduktimin e korrupsionit. Ndër të tjera, ambasada bën me dije se do të ndihmojë SPAK për strategjinë e 3 viteve të ardhshme mbi median. Kjo strategji e komunikimit është një moment i rëndësishëm që përshkruan se si SPAK do të komunikojë prioritetet e saj gjatë 3 viteve të ardhshme me median, qytetarët dhe palët e interesuara, thuhet në reagimin e ambasadës britanike në Tiranë. Partia Demokratike paralajmëron se nuk do të mbështesë kërkesën e prokurorisë speciale për zgjatjen e mandatit të prokurorëve të SPAK. Sali Berisha gjatë një konferencë përshtyp tha se një kërkesë e tillë është e papranueshme. Çfarë është kjo? Të ndrojmë në kushtetutën për ka frikë nga puna e tij? Jo, mos ndron kushtetuta. Ta them unë ty jam ta apo. Kur po kushtetuta do të ndryshojë, do të hiqet e drejta në mënyrë të prerë që prokurori të kontrollojë gjykatësin e dosjes. Kjo s'ndodh në botë. Dhe ai ndryshim është urgjent. Por tjetër, për të zgjatur afatin, për të dhënë këtë atë, jo, ta harroj. Ta harroj se ndryshon kushtetuta për të jam ta apo. Nuk ndodh ajo. Kryetari i PD-s është i mendimit se Dumani ka frikë nga pasojat e punës së tij si drejtues i prokurorisë speciale. Halli mandatit. O zotrin, nëse ke kryer detyrat ti, prit një minutë. Nëse ke kryer detyra në zbatim të ligjit, ti s'mund të kesh frikë nga puna jote. Ku t'ja thotë atë? Ja ku i ke kolegët e tu që kanë dhënë dënime me jetë. Jo një po disa. Dhe i morën nxort një nga sistemi. I nxort nga sistemi sepse dënuan kryebanditët e qeverisë edhe Partisë Socialiste. Gjykata e posaçme dënoi me 3 vite burgim ish-ministrin e Mjedisit Lefter Koka. Ai dhe 6 të pandehur të tjerë të dosjes për inceneratorët u shpallën fajtor, ndërsa për të 7-in u shpall pafajësia. Për 4 nga të pandehurit e çështjes, masat u shuan pasi dënimi konsiderohet i vuajtur. Për 2 nga të akuzuarat femra, dënimi u kthye në shërbim prove dhe punë në komunitet publik. Gjithashtu zyrtarët, mes të cilëve dhe drejtori i Bashkisë së Tiranës, Taulan Tushe, do të qëndrojnë për 5 vite jashtë funksioneve publike. Në përfundim, duke përllogaritur kohën e para burgimit dhe çështjes së arrestit, gjykata kundër krimit organizuar dhe korrupsionit vendosi shuarin e masës së sigurisë për këtë dosje. Koka do të qëndrojë dhe për 5 vite larg çdo funksioni publik. Ekonomi. Studimi i fizibilitetit për kurrëllën Durrës-Prishtinë ishte kryefjala e takimit të mbajtur në Fier. Infrastruktura, arritjet dhe sfidat për Shqipërinë 2030, ku ishte i pranishëm dhe kryeministri Edi Rama. Me këtë rast, zëvendës kryeministrja Belinda Balluku u ndal në rëndësinë e lidhjes me korridorin 8 dhe korridorin 10 dhe lidhjet e tyre me rrjetin e kurrëdor. Ne vazhdojmë që të ndërtojmë rrugë të reja, duke arritur që tashmë të kemi rreth 1000 kilometra rrugë të ndërtuara në këtë 12 vjeçar, ose të rehabilituara. Sot kemi 40 kantiere të hapura në gjithë vendin, kantiere të cilat nuk kanë të bëjnë as me rrugë të thjeshta,
dhe as me rehabilitime. Kantierë që kanë të bëjnë me ndërtimin e korridoreve të reja. Pasi në infrastrukturën rrugore, ashtu siç e thash, sipas Ballukut, hekurudhat Durrës-Prishtinë e kthen kombi shqiptar në pol magnetizimi për ekonominë. Korridori 8 është më i rëndësishëm për rajonin e Ballkanit dhe ka si qëllim ndërlidhjen midis Italisë, Shqipërisë, Maqedonisë së Veriut dhe Bullgarisë. Kemi bërë një transformim radikal, duke e matur punën tonë jo thjesht nga ana sesiore, por tashmë nga ajo cilësore, duke ndërtuar akse rrugore me parametra dhe kritere europiane për të qenë të gatshëm dhe për të qenë pjesë të korridoreve që tashmë ne kemi fituar këtë legitimitet edhe në Bashkimin Evropian, duke qenë se në vendin tonë ndërtohen 2 nga korridoret më të rëndësishme, korridori 8 dhe korridori blu. Rruga që lidh Shëngjinin me Velipojën është gati për sezonin veror. Kryeministri Edi Rama shpërndau pamje nga rruga e re. Projekti pritet të lehtësojë ndjeshëm lëvizjen në këtë zonë turistike dhe të nxjisë zhvillimin ekonomik të saj. Ai është pjesë e programit të qeverisë për modernizimin e infrastrukturës rrugore dhe planit për rritjen e potencialit turistik të Shqipërisë me një investim me vlerë prej 3.8 miliard lekë në një gjatësi prej 15 kilometra. 1.3 trilion euro transaksione janë kthyer në monedën europiane vetëm në 3 muajt e parë të vitit në Shqipëri. Të dhënat e Bankës Qendrore të Shqipërisë konfirmojnë se kjo vlerë rezulton se është rreth 20% më e lartë se ajo realizuar në të njëjtën periudhë të një viti më parë. Ndërkohë që në total në periudhën janar-mars janë kryer rreth 81.000 transaksione. Nga të dhënat e Bankës Qendrore konfirmohet se marsi ka pasur nivelin më të lartë të transaksioneve në numër dhe në vlerë, çka lidhet dhe me numrin e lartë të turistëve që kanë ardhur në Shqipëri gjatë pranverës. Qeveria shqiptare është duke përdorur inteligjencën artificiale për të identifikuar mbivendosjet ose kontradiktat që janë krijuar ndër vite mes ligjeve të ndryshme. Përfshirja e inteligjencës artificiale në hartimin e ligjeve është prezantuar nga kryeministri i Shqipërisë Edi Rama në aktivitetin Fuqizimi i inteligjencës artificiale në shërbimet publike digjitale në Shqipëri. Mes të tjerave, ai kërkoi përfshirjen e saj në sistemin e administratës shtetërore me fokus të veçantë në Ministrinë e Drejtësisë. Sipas Ramës, inteligjenca po përdoret si një detektor për të analizuar në thellësi legjislacionin shqiptar dhe për të identifikuar mbivendosjet apo kontradiktat që janë krijuar ndër vite mes ligjeve të ndryshme. Kemi futur tani inteligjencën artificiale në Ministrinë e Drejtësisë si një nga ata detektorët që shikojnë nën tokën për të futur në të gjitha shtresat e nën tokës legjislacionit shqiptar dhe për të identifikuar të gjitha mbivendosjet që në vite janë bërë duke bërë ligje të reja që nuk kanë marrë në konsiderat ligjet e vjetra dhe për të pastruar të gjithë legjislacionin ton nga pengesat që krijohen pasi çat jep një ligj, nuk ta jep një ligj tjetër. Ai shtoi se modeli i inteligjencës artificiale është aktualisht në fazë trajnimi dhe synimi është që brenda 2 viteve të realizohet një pastrim rrënjësor i legjislacionit shqiptar, duke theksuar se ky do të jetë një proces që nuk është ndërmarrë më parë as nga vendet e tjera të rajonit apo të Mesdheut. Modeli është duke u trajnuar dhe besojmë që në 2 vitet e ardhshme do kemi një pastrim që nuk e ka bërë asnjë vend nga këta mesdhetarët, se gjermanët edhe Europa e Veriut nuk kanë shumë nga këto mbivendosjet, se kanë pak ligje dhe kanë shumë rregull. Ndoqet për mbledhjen javore të lajmeve. Kjo është Radio 7, zëri pozitiv i qytetit.